Të paktën 18 njerëz janë zhdukur përfshirë 8 ushtar pakistanez pasi u goditën nga një ortek në rajonin e Kashmirit, thonë zyrtarët. Orteku goditi luginën malore në Elum, në Kashmirin administruar nga Pakistani. Ushtarët ishin duke kërkuar kolegët e tyre të goditur nga një tjetër ortek, kur u zu në befasi nga një ortek i dytë. Zyrtarët thanë se kërkime për të humbërit po pengohen nga moti i keq dhe terreni i vështirë i këtij rajoni. Grupi i shpëtimit kishte gjetur 2 trupa në momentin kur orteku i dytë i goditi në Dan Natayan, 130 km nga qyteti kryesor i Kashmirit pakistanez, Muzaffarabad. Orteku i së premtës goditi pranë vijës së kontrollit, kufirin e kontestuar që ndan Kashmirin mes Indisë dhe Pakistanit. India dhe Pakistani kanë zhvilluar 2 luftra në zonën e Himalajave dhe të 2 shtetet e pretendojnë si territor të tyre. Të 2 palët kanë mira trupa të vendosura në rajon, që prej armëpushimit të vitit 2003. Zyrtarët vendas thanë se bora e madhe mund të ketë shkaktuar ortekët, të cilat janë të zakonshme në këtë zonë. Në prill, 140 ushtar pakistanez u varrosën kur një ortek i madh i dëborës goditi bazën e largut malore të Siachen Glacier. Të gjithë kanë qenë të shpallur të vdekur, edhe pse disa prej trupave ende nuk janë gjetur. Në shkurt, të paktën 16 ushtarë indian në malet e Kashmirit u vranë kur 2 orteqe ranë nëpër kampet e tyre ushtarake.